Ramadan, welcome holy month. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun xheleshanu të na mëson xhairin, të na sjell dobi nga ai dhe lutim Allahun xheleshanu të na shton ilmin, të na shton diturinë e bereqetshme, diturinë e dobishme, që ta njohim atë subhanahu wa taala dhe ta adhurojmë në formën dhe në mënyrën më të mirë. Vëllezër, siç e dini edhe vet, 1/3 Ramazanit kaloi edhe dia e treta. Tash jemi dhe te 3/3 Ramazanit. 3/3 Ramazanit është më e mira e Ramazanit. Hajri, mirësia, bereqeti Ramazanit prej fillimit deri në mbarim. Por këtu është ajo më e madhja, më e bereqetshmja, më e livduara tek Allahu, po ashtu te pejgamberi alayhis salam me veprat e tija. Për shka? Për arsye se në 10 e fundit gjendet nata e Kadrit. E ka nxjerr Imam Ahmedi, Muslimi, Ibn Majah nga Aisha radiallahu ta'ala anha, qalet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, Muhamedi alayhis salam 10 e fundit bonte ijtihad, e jipte mundin maksimumin ijtihad në amel, në vepra, në ibadet, në lexim të Kuranit, në dhikr. Në 10 e fundit, thot Aisha, bonte më shumë ijtihad se sa ato ditët më herët. Do të thot në 3/3 e Ramazanit, Muhamedi alayhis salam e jipte maksimumin. Ne vetëm kështu vëllezër e dim, por çka ka pas me dhon maksimum pejgamberi alayhis salam, kur gjithë dieta e tij ka qenë ibadet, adhurim, derisa tregon Muhamedi alayhis salam, thot wa innahu la yughanu ala qalbi fa in yastaghfirullaha wa atubu ilayhi fi al-yawmi 100 marra au fi Bukhari 70 marra. Thot Muhamedi alayhis salam, unë disa herë pak e hetoj diçish se një lloj neglizhimi po m'afrohet. Do të thon pak gaflet. E për çato thot ekstra 100 herë ose 70 herë thom astaghfirullah wa atubu ilay, astaghfirullah wa atubu ilay. E ka hetu Muhamedi alayhis salam se diçish pak don ta nxjerrë nga përmendja e Allahut. Edhe çka thot, unë vetëm për këto. Ndoshta neve derisa të kthjellena na kalon 1 orë ose gjysore kështu me radhë, a Muhamedi alayhis salam nuk e kalon vetëm 1 sekond, edhe ato përsëri ka bëu astaghfirullah wa atubu ilay. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lejlet al-qadri fil witri min 10 al-awakhir min Ramadan. Tash taharraw, përpiqeni kërkonja, hulumtoni me ibadet, përpiqeni që t'ja qelloni natës së Kadrit në netët të cilat janë vitër, për 10 të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Domethënë 10 i fundit këto janë. Edhe nata e parë vitër vëllezër është sot. Nata e vitër, nata e 21. Vitri i parë i muajit të Ramazanit prej 10 të fundit është sot, është nata e parë, nata e 21. Domethënë ai shikoni pejgamberi alayhis salam po flet për 3/3 e muajit të Ramazanit se ajo është e hajrit. Vëllezër, kjo do të thotë edhe nëse na kanë kalu 20 ditët dhe 20 netët të Ramazanit, edhe nëse kanë kalu, ndoshta pak me neglizhim, ndoshta pak me vonesë, ndoshta nuk kemi qenë shpejt te hapja e Kuranit, e kështu me radhë, te dhikrit, te namazit, te çështjet e ibadetit, këto 10 e fundit nuk lejohet me vepru një gjatë të tillë. Është një hadith, thon dietarët, ka hadithi dobësi, për kuptimi është i saktë. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, Muhamedi alayhis salam 20 ditët e para i përzinte, si me thonin, i ndante me gjumë, me namaz, me pushim, po kur vinte 10 i fundit, thot i braktiste ato të gjitha. Përse?
për arsye është treshi i treshit të muaj të bekuar të Ramazanit. Vëllezër, kjo treshi i treshit, do me thonë 3/3 e muajit të Ramazanit, kjo ka të bënë edhe me jetën e njeriut. Thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an, hua alladhi khalaqakum min turabin, thumme min nutfatin, thumme min alaqatin, thumme yukhrijukum tifla, thumme li tablughu ashuddakum, thumme li takunu shuyukha, wa minkum man yutawaffa min qabl, wa li tablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Allahu Gjeleshanu na i ka ndajt edhe jetën në 3 pjesë. Thot ajo është i cili ju krija juve prej turab, prej dheu. Thumme min alaqatin, thumme min nutfatin, ajo fika e farës, min nutfatin, thumme min alaqatin, e pastaj ju bo pik e ngjizër, thumme min mudghatin, pastaj ju shëndru në mish, pastaj thot ju nxjeri juve lindët, u bot fëmi, li tablughu thumme li tablughu ashuddakum, linde fëmiri, hinë mbilik, derisa arrite moshën e pjekurisë. Mosha e pjekurisë është 20 vite. Dhe më thonë që kjo është periudha e ditë. Filove prej cilinde, hinë mbilik, arrite deri kur? Arrite deri në moshën 40. Pastaj arrite dhe deri te mosha 60. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thumme yukhrijukum tifla, thumme li tablughu ashuddakum, thumme li takunu shuyukha, e pastaj të bojt pleq. Pejgamberi a.s. këtë çështjen e pleqërisë ka tregu kur fillon kjo. Kjo është 3/3 jetës e njeriut. Thot me një hadith Muhamedi a.s. A'maru ummeti bejne 60 wa 70, wa aqalluhum men yajuzu dhalik. Jeta umetit tim, dikush thot valla ka dikush ka jetu 100 vite, por thot Muhamedi a.s. përgjithësi jeta umetit tim është mes 60 dhe 70 vite. Nëse marrim në umetin e Muhamedit a.s. të t'i shohim sa, do të shohim se numri më i madh i tyre është mes 60 dhe 70 vite. Kur tha dikush 70, bëhet qa 70, 71, 70, 75, kështu me radhë. E thot pejgamberi a.s. një pakic e te i kalon këtë numër. Kur thot 60 deri 70, kjo është 3/3 jetës e njeriut. Tu duhet me pas kujdes. Thot me një hadith pejgamberi a.s. A'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Ka thonë dietarët lem yatruk lahu udhran. A'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Nuk i kalon më thot Allahu Gjelleshanu arsye ati personi që i ka arritur 60 vite edhe ka ndru jetë. Nuk ka thot ai para Allahit, me thonë ja rab 60, po një kushëri 90 vjet, atë la 30 vjet më tepër. Thot Muhamedi a.s. nuk ka ki arsye. Prandaj thot Allahu Gjelleshanu, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. A nuk ju lam tjetoni gjatë? Thot hadithi, ki hadith e shpjegon këto. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Thot Allahu Gjelleshanu, a nuk ju lam tjetoni gjatë? Hadithi e shpjegon sa 60 sana. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Dikush është mendu, thot Allahu. Dikush është mendu që do t'i del para Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush ka dash është udhzu, i ka marrë mësimet e Allahut Gjelleshanu. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Pastaj thot Allahu, dhe ju erdhi i dërguari, ju erdhi profeti, ju erdhën librat. Pastaj Allahu Gjelleshanu thot, fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Fadhuqu, shijoni dënimin për zullumqtarët, ata që i kanë kalu caqet kufit e Allahut, nuk ka kush ju ndihmon atyre, ditën e gjykimit. Prandaj vëllezër, shitjo, siç i ka Ramazani 3 etapa, 10 shqipar, i mesmi dhe i fundit, ku ne gjindemi tash në 10 e fundit, edhe jeta e njeriut i ka ato. Vallahi cili ka bot 20 vite, edhe ka hi këtë procedurën tjetër, në fazën e tretë, është 3/3 e jetës ati. Ati Allahu subhanahu wa ta'ala, kujt ja ka mundësu këto, ja ka mundësu të përfundone me hajër, të përfundone jetën e ti me hajër. Prandaj me një hadith thot Muhamedi a.s. mos nxitoni dhe të taragjikoni të njerëzve, përshikoni se si do ta kenë ato përfundimin. Prandaj, ndoshta dikush fillim të Ramazanit, a e pas vëllezër, ju jeni vetë dëshmitar, dhe gjithë, a e pas fillim të Ramazanit, dhe ditët e para xhamia mbushet ashtu. Tash 10 i fundit, ku tash njeri nuk tha mu shkruaj smun,
po me planifiku këtë çështje, ose me punu ma pak, ose me i marrë të lira, nuk është ashtu. Më thonë 10 që i fundit, tu është nata e kadrit, këtu jipet maksimumi, tuaj maratoni përfundon. Maraton që i vrapojnë ato 8 km, 10, 20, kanë ardhur te kilometrat e fundit. A i shikoni si bojnë ato? E japin maksimumin, ose kur luhet finalja, pa marrë parasysh cilin sport, kur ngelin minutat e fundit, mërë ato lejtarët që në gjendje edhe jetën me e dhonë aty në stadion, pse? Do të fitojmë, do të qojnë ato atë pokalin, do të angrejnë, do të marrin ka një medalje e kështu me radhë, vetëm për që ato, me ju shkrujt e emnin karierë se u bona champion me këtë ekip, këtë vit dhe në këtë vit. Shiqo si kanë qenë minutat e fundit të atyre. More edhe gjaku nëse ju shkon ato nuk ndalen. Luftojnë, për çka? Ai lufton për dinjo, vallaj. Një ditë të vdesë Allahut nuk i intereson ti në karrierën tënde, ke lujt e filan ekipa, një herë si bo champion, si intereson Allahut xheleshanu. Si intereson se ti, shoku jot ka ardhur dhe ka ndru jetë me 2 milion i kalon në konto, apo gjys milioni ti veç 1.000 euro apo pesh, smiret Allahu xheleshanu me këto. Nuk i intereson Allahu xheleshanu. Tash është 10 që i fundit vlezër. Tash është në këto 10 që në fundit është nata e kadrit. Prandaj, a ka dhuntim më e madhe? Allahu na mundsoj me hin 10 që në parë. Allahu xheleshanu na mundsoj 10 që në ditë, 10 që në tretë. Shiqo tash, jo vetëm se 10 që tretë. Allahu ti ka mbill dirët e xhenemit. Shejtanat i ka vëndu në pranga. I ka hap dirët e qilit, i ka hap dirët e xhenetit. Në si cilën natë shpëton Allahu njerëz gazjari i xhenemit. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, raghima anfu mrin au mranfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Ka me u poshtru ai person, ka me qeni në nshmut ai person, ku Allahu ja mundsoi të jetonë në muajin e Ramazanit, i shëndosh dhe mirë. Hini Ramazani dhe përfundoj Ramazani, ki nuk boni as një vepër, nuk e ndoq atë rrugën që Allahu xheleshanu t'ja fale ati mëkatet. A ka humbje më e madhe? A ka përtac më i keq se ai? Ku i kanë thonë ati gjithë supermarketet që në tujat, i ke 5 orë ko, merë çka duesh. A i ka hi mrenda, e ka kallë cigaren e dërin, thot se kom ko. Edhe kaloja Afati, e po pinë qaj e kështu me radhë, kaloj Afati, thonë dil jashtë, Afati kaloj, po jo më ka shpejt valla, dinjoj është shpejt. Si shkaj Ramazani, 20 ditë kanë shkua, a mban me ndekush, si cili prej nesh valla dhe, me i thonë hajtë të regot çka ke hongë për iftar, çka ke hongë iftarin para 2 ditësh, para 3 ditë, nuk e din, edhe pse e ka prit iftarin me shpirt, e ka prit, s'ka dishim si cili. Pra ne a ka thonë pejgamberi alayhis salam, lisaimi farhatan yafrahuma idha aftara fariha li fitrihi wa idha laqiya Allah fariha li sawmihi. Agjirusi ka dikzime kur çelën iftar, gëzohet. E ti ke prit sahur iftarin, haj çka ke hongë? Me të thon par dje çka hongë? Wallahi nuk e di. Çka hongë do sa edhe sot për sifir me të pi çka ke hongë sot për sifir, veç nam pak kohë. Fillon me u mendu. Ndoshta se din, nuk e din tamam çka ka pas në tavolin. Ndoshta i kujtohet se ka pi ujë, ka hongë di hurma. Hajde tregom atë që çka ke pas, salla ushqimi, nuk e din. E prandaj shiqo dhe jeta vëllezër shkon shpejt. Tash kena ardhur 10 e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit. Allahu xhalleshanu prej fillimi thot: "Ya baghi al-khairi aqbil." O ti që don të bësh mirë, nxito, tash e ke shansën. Tash është sezoni për me shputu nga zjarri i xhenemit. Tash është qilli i hapët, lutjet e tuaja shkojnë tek Allahu xhalleshanu. Ya baghi al-khairi aqbil. Nxito që tash. Wa ya baghi ash-sharri akhsir. Prandaj ka thonë, ati që Allahu xhalleshanu nuk ja falen muajin e Ramazanit, kur do t'ja fale Allahu subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi alayhis salam tha: "Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu." I ka shku thot pejgamberi alayhis salam, hunda për tokë atij personit që hini muaji i bekuar i Ramazanit, edhe pasaj përsëri doli dhe ki nuk boni vepra të mira. Ne vëllezër e dim që tregon përsëri nëna besimtarve, Aisha radiallahu ta'ala anha, tregon për pejgamberin alayhis salam, si vepronte Muhamedi alayhis salam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kështu thot vepronte Muhamedi alayhis salam, 3 gjoja
kur hishin 10 që i fundit i muajit të Ramazanit, e shtrëngon të ripin e tij. Domethënë, qëllimi i atij ka qenë me bëu ibadet, me adhuru Allahun. Imagjinoni vëllezër, Muhamedi alayhis salam çdo vit ka bëu etikaf. Ai shtëpinë e ka pas gjithë etikaf. Natën ka fal namaz, jo te xhamia. Për çka? Me u largu edhe prej familjes. Jo me ilon keq ato, çati e ka pas familjen ai. Veç dritarja xhamia. Çati domethënë bashkëshortet atje kanë qenë gjithët me xhamin. Jo, ka thonë, kjo duhet me qenë neto 24 orë vetëm për Allahun, 10 ditë. Allahu ja ka falë atij të gjitha mëkatet. Dhe ai nuk e ka bëu këto vetëm që më na mëson neve, ai e ka bëu për veten e tij. Ai e ka bëu atë për veten e tij. Aq i sinqert ka qenë sallallahu alaihi wasallam. Imagjino ti me të thonë shefi, shiqo, dash hajde ti në punë, dash mos hajde. Ti ke dalë në penzion, edhe rrogën e kiet që ta sa është rroga fundit, ti je në penzion, a kështë shku më në punë? Valla të shkej për hatër, veç për hatër e në shoqënisë, se marrë çfarë për hatër. Penzia, u kri, selam aleikum, vjen penzia, sa e kom pas rrogën e fundit, mujt fundit, edhe u kri. Me gjitha të Muhamedi alayhis salam, Allahu ja ka falë të gjitha mëkatet. Edhe ato të kalumet, edhe ato të tarshmet, duke qenë jetë, edhe sa ka jetu, se ka ditë edhe Muhamedi alayhis salam, por Allahu i ka dhonë garant që ti i kjetë krime. Me gjitha të Muhamedi alayhis salam ka bo ibadet. Tjerve ju ka dhimë si sahabeve, si grave, ja Rasul Allah, qad ghafara Allahu leke ma taqaddama min dhanbik, wa ma ta'akhkhar, ja Rasul Allah, po komët të jonojnë, çka është gjithë kia dhurim, çka është ajo? E Allahu ti ka falë, e fela yakunu abdan shakura, e di që Allahu mi ka falë, a mos jem falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tu Muhamedi alayhis salam vëllezër na mëson se falënderimi ndahet në 3 pjesë. Shumë prej njerëzve e falënderojnë Allahun me 2 pjesë, me zemër dhe me gojë. Numri më i madh nuk e falënderon Allahun me gjymtyrët e trupit. Falënderimi me zemër është që i kënaqet, dakord me atë që ta ka caktuar Allahu. E dita është ta shprehësh atë falënderim, ta përmendish Allahun, dhe falënderimi i tretë që numri i madh i njerëzve e kanë vështirë, me u nënshtruar Allahut me gjymtyrën e trupit, me gjymtyrat e trupit, me faljen e namazit, e kështu me radhë. Një ditë erdhi pejgamberi alayhis salam te Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu dhe i tha: "Iqra alayya al-Quran", u habit Abdullah ibn Mas'udi. Tha: "Aqra alayka wa alayka unzil", ati me të lexoj Kur'an, po ti të ka zbrit. Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghayri, unë tha kom dëshirë me ndëgjoj prej dikujt tjetër. Allahu akbar. Abdullah ibn Mas'udi një herë u kthjell, çka është bre kjo? Unë ti lexoj Kur'an pejgamberit alayhis salam. Ne gjithmonë na mësua ai lexon Kur'an, ne ndëgjojmë, ne kënaqena me leximin atij. Tash kërkon Muhamedi alayhis salam për një sahabiut që ai të lexonte Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam çka ta ndëgjon. Thot Abdullah ibn Mas'udi, sa më kujtohet ka filluar te surën Nisa, ka lexu dhe pejgamberi alayhis salam e ka ndëgju. Thot ibn Mas'udi derisa arrita te fjala Allahu xheleshanu kur thot: "Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida", çka do të jetë me ti puna? Allahu i drejtohet Muhamedit alayhis salam, kur për sicilën popull, për sicilën ummet, kena me sjell kanë dëshmitar, e ti me qenë dëshmitar, me qëndru para ummetit tënd. Thot ibn Mas'udi, ma vëndaj dorën te goja dhe më tha: "Hasbukel hasb", boll, tha me kaq boll. Kur e pash tha pejgamberin alayhis salam, lotët e tija, jo që ja kishin lag mjekrën, por kishin ra edhe tokën e kishin lagur prej frigës Allahut subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam i është frigua Allahut xheleshanu ma shumë se neve gjithë, edhe ma shumë se sahabët, edhe ma shumë se çdo profet. Prandaj është edhe vula e profetësisë, vula e të dërguarve, dhe është imami i gjithë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëllezër, veç kam fillu 10 që i fundit, kini frikë Allahun, spari e këshilloj veten, pik spari, veten, pastaj edhe juve, mos më na shku këto netet e bereqetsh me kot, këto netet që vallahe duhet me qenë edhe ne pak sinqert. Sa herë kena thonë para se madh muj Ramazanit, o me shpirt e pres Ramazanit, po dhe që kuer. Mos bona si ato Banu Israilit, kur kanë thonë profetëve tire, hajde, me janis luftës, me bo gjihad. A i ka thonë, mos, po pastaj nëse bo gjihad, nëse Allahu jep urdhër për gjihad, do të luftoni. E Allahu xheleshani ju dha urdhër, shkoni, sa çlironi ato. Qalu idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kur ju dha Allah urdhën për gjihad, shkoni çlironja Palestinën atje, ka pas njerëz zullumtar. Than vallahi o Musa, ti dhe Zoti jot shkoni ju çlironja, e kur ta çlironi ju, ne do të vim, ne kena më prit që këtu. Mos jemi edhe ne kreative. Kur vjen Ramazani me shpirt e pret çevlla erdh Ramazani.
Aja dha e hakun Ramazanit. Që këtë hadithin a e dim në gjithë. Muhamedi a.s. çka bonte e shtrëngonte rrypin. Do të thonë largoheshte prej grave të tij kur hinte 10 i fundit. Natën e kalonte me namaz. Ahya lejle, e gjallëronte natën e tij, u ayqadha ahla, 3 gjëra. Pite veten tonë, ai ke bëu që këto që sa vite jeton muajin e Ramazanit. A e ke shtrëngu rrypin ti përvishesh ibadetit? A e ke ngjallëru, e ke ngjall natën me ibadet? Dhe a e ke zgjodhe familjen tonë dhe më 10 e fundit me bëj ibadet? Shumë thjesht është pyetja dhe përgjigjen e dim secili prej neve. Lusim Allahun xhaleshanu të na jep kuvet, na jep shëndet më 10 e fundit. E lusim Allahun xhaleshanu që ja qëllojmë natës e Kadrit imanen wa ihtisaba, me iman të plot ndaj vlerës asaj nate dhe me shpresën e madhe të falja të shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala. E lusim Allahun xhaleshanu që emrat tona në këtë Ramazan na i kjetë shli nga zjarri i xhenemit dhe lusim Allahun xhaleshanu edhe të vdekurit ton vlezër. Allahu xhaleshanu ti mëshiron varezat e tyre të azjaron, që u bën kopsh prej kopshteve të xhenetit, që u ngren derexhet e tyre në xhenet. Dhe lusim Allahun xhaleshanuhu të jemi prej fitimtarve të muajit të bekuar të Ramazanit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.